Në datën 16 dhjetor, Ministrja e Jashtme, zonja Elisa Spiropali, do jetë për një vizitë në Athinë, që tani grekët kanë përgatitur platformën e tyre, temat ku do përqendrohet bisedimi. Dy janë të rëndësishme, ku njëra prej tyre është një presion i hapur. Temat janë antarësimi në BE, bashkëpunimi energjetik dhe çështja e kufirit të detit. Për sa i përket bashkëpunimit energjetik, kjo ka të bëjë vetëm me linjat e interkoneksionit ku kalon në rryma elektrike, kur neve blejmë ose shesim energji elektrike. Kështu që është një gjë thjesht teknike që nuk ka ndonjë rëndësi të madhe që tërheq vëmendjen e publikut. Janë dy çështjet e tjera, antarësimi në Bashkimin Evropian edhe çështja e detit. Zoti Gerapetritis, ja bën mu që është një mbiemër shqiptar, po si çdo shqiptar i cili mohon kombësinë e tij, i bie që është edhe më i egri, më i keqi, ashtu si parazi i dendjes nga punoj, si shumë të tjerë. Pra, ka hedhur fjalën që duhet të diskutohet çështja e detit, të kalohet siç ishte në marrëveshjen e parë dhe të kalohet në gjykatën ndërkombëtare të detit, gjë që nuk u pranua nga ana jonë dhe kjo shkaktoi edhe konfliktet me Ramën për arsye të këshillës që na dha zonja Blair, e cila është një avokate e shkëlqyer ndërkombëtare dhe e paralajmëroi qeverinë shqiptare që me shkuarjen atje neve e humbnim sepse Greqia kishte përparësi qoftë për sa i përket know-how, qoftë për sa i përket arrestimit të gjykatës ndërkombëtare të detit, ku në mos gaboj ka shumë grek, po dhe ku ndikimi i saj është shumë i madh. Kështu që duket që ajo që do përqendrohet e vizita e zonjës Spiropali është pikërisht çështja e detit, dhe me këtë bën presion Greqia, duke thënë edhe çështjen e antarësimit tonë në BE, sepse sipas afatit që ka vënë kryeministri Rama, është viti 2027, atëherë kur qeveria greke ka edhe presidencën e këtij vendi. Por ajo që e bën qesharake gjithë këtë histori dhe të kujton që në 100 sa vjet Greqia s'ka ndruar fare lëkurën e saj, është kur thotë që duhet ta ndajmë këtë punën e hapësirave detare, edhe për faktin sepse në rajon po rritet nacionalizmi. Nëse keni parasysh hartën e Shqipërisë, gjitha i Bregdeti jon, normalisht duhet ishte joni që është përballë Korfuzit, sepse Shqipëria zbret poshtë, pastaj çudit të risht i ikën një gozha rryp që është sa gjatësia e Korfuzit, sepse në atë kohë pala greke tha që na duhet ky rryp sepse na mbron neve nga një kërcënim shqiptar ndaj Korfuzit. Imagjinoni Shqipëria një shtet cop, i cili nuk kishte as pushk, kërcënonte Greqinë, që kishte 110 pambarësi, 100 e sa vjet pambarësi. Dhe kjo është qesharakja. Dhe në këtë moment, zoti Gerapetritis thotë që na duhet sepse duhet ta mbyllim këtë gjë dhe duhet ta mbyllim